Punoj që 10 vite në shkollën me Gradica. Sësja, Ajmane, nëse të të bënim një krahasim të kohës kur ja ke nis me punu edhe tash që jeni pjesë e stafit, sa ka rënjet në numrit nxënësa në këtë shkollë? Dukshëm ka rënje, për 10 vite kanë qenë afër 200 nxënës, tash janë afër 60. Vetëm 60 kanë mbetur. Ka mjaftueshëm për paralelet në për klasë, është Jo, organizuar? Mirë janë të organizuar, po ka, domethënë, shumë pak nxënësa. Ka 4 nxënësa, 6, 7, pak janë, shumë pak. Dhe si ndikon konkret kjo rëmje e numrit të nxënësave tek vetë fëmijët, tek mësimdhënësit? Jo mirë. Jo mirë, se shkon numri më i madh, shumë më mirë shko si për neve, si për nxënësa, shok dhe shoqe. Për shembull, ka një klasë janë vetëm djem, një vajzë, ai nuk dihet shumë mirë kur nuk ka shoqe. Ma ndryshe i shkon sikur kish pas më shumë nxënësa. E vërtet. Dhe është problem andej të zhvillohet edhe në kuptimin që mësimi të zhvillohet siç është e planifikuar, apo nuk paraqet problem këtë pjesë? Po jo që paraqet problem, po domethënë nxënësat kishin qenë më të kënaqur me pas shumë nxënësa, me bë gara me zveti. Tash nuk mujnë ashtë, se shumë pak. Ju jetoni këtu, apo? Po, jetoj këtu. Jam e martuar në Gradicë. Nëse veç flasim për lagjën ku ju jetoni, po? A ka largim të madh të banorëve? Shumë ka largim. Shumë pak jemi në lagjën tonë. Sa vetë kanë mbetur për shembull në lagjën e juaj? Aha, sa vetë, më thonë 30 deri në 40 s'ka më shumë në lagjën tonë, që jetoj në Gradicë. E qartë. Dhe fëmijët, besoj janë goxha trishtueshëm kur ju largohen fëmijët e tjerë klasës. S'kan moshatar me lujt, domethënë fëmija mi nuk kanë shok dhe shoqe për me lujt. Këtu në lagjën e vet jo, vetëm në shkollë kur vinë me shok dhe shoqe. Dhe cila është arsyeja më e madhe pse largohen prej këtij fshati? Çka thonë? Për shkak vendbanimit, e ndrojmë vendbanimin edhe mandej e gjejnë veten diku në qytet. Po, kryesisht në qytet. Sa nxënës ke në klasë ti? Unë kam 6. 6 nxënës në klasën e parë.